Ish banori e shtëpisë më të famshme në Shqipëri të edicionit të tretë, Heidi Baçi, është rikthyer në emision dhe kësaj radhe me një rrëfim të veçantë. Ajo promovoi librin e saj me poezi, Liminal, teksa në një bashkëbisedim me moderatoren Gerta Gixhari, Heidi komentoi një varg në një nga poezitë e saj. Unë shkruaj gjithmonë, ndahen gjërat në rastin tim. Është një gjë se si unë dua të bëj jetën. Kam këtë energjinë diellore që dua ta mbaj shumë fort, sepse ashtu të vjen jeta kur buzëqesh. Pastaj koncepti që ke për realitetin që ai mund të jetë pak më ndryshe, deklaroi Heidi. Gerta Gixhari i tha këto fjalë. Unë doja të shkëputja këtë frazë, do sakrifikoja parajsen sepse do jepe gjithçka për të pasur, gjithçka për të dashur. Është një frazë e fortë që ka domethënie dhe unë doja ta zbërtheje. Ajo është një frazë pas poezisë Shakespeare-i, ku flet për një dashuri që është e destinuar të mbarojë. Prandaj është Shakespeare-i, sepse është shumë shakespeariane, është dramë. Do të thotë që një njeri anulon veten ose vret veten konkretisht. Poezia, para atij mendimi është që ai person vret veten, në sensin që do të ngri një çast për gjithmonë. Unë jam një person shumë fetar. Zoti është shpeshherë në shkrimet e mia dhe kur ti vret veten shkon kundra disa parimeve, kështu që ti sakrifikon parajsën për dikë tjetër. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.